Punimet në oborrin e shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë, që ishin parapartë të përfundonin para fillimit të vitit të ri shkollor, nuk kanë përfunduar ende. Këto punime kanë filluar në muajin prill të këtij viti dhe është dashur të përfundojnë para 1 shtatorit. Arsyet e mospërfundimit me kohë lidhen me disa probleme të cilat nuk ishin paraparë gjatë planifikimit. Të paktën kështu thot drejtoresha e shkollës Hatmane Demire. Punimet nuk kanë përfunduar për shkak se kanë dalë edhe probleme tjera. Domethënë gjatë gjithë verës unë kam qenë në përcjellje të vazhdueshme të punimeve. U dashur me vendos ujin edhe rrymen edhe dashur me vendos edhe puseta. Sipas saj, punimet kryesore do të përfundojnë para 1 shtatorit, megjithëse disa finesa të tjera do të mbesin për të përfunduar më vonë. Ndërsa edhe Komuna e Prishtinës tha se punimet do të përfundojnë deri më 1 shtator. Pjesa më e madhe e punimeve, pothuajse të gjitha, do të përfundojnë deri më datën 1 shtator dhe krejt çka mbetet pas 1 shtatorit është shtresa e hollë e gomës që vendoset nëpër terrenet sportive. Adonis Sahiri gjithashtu tha se mësimi në të gjitha shkollat e Komunës së Prishtinës do të fillojë me 1 shtator. Punimet në shkollën Ismail Qemali janë projekti drejtorisë për investime kapitale dhe menaxhim të kontratave së bashku me Demosin Zviceran, i cili ka të bëjë me zgjerimin e hapësirës së gjelbruar dhe ndërtimin e një parku brenda oborrit të asaj shkolle.